Eliminimi i Benitës në gjysmëfinalet të Big Brother Kosova VIP 4 pas një përballje të fortë me Hygerta Sakur ka ndezur debatin të madh në rrjetet sociale. Ish-banorja shpërtheu vetë në Insta Story me disa publikime të ashpra kundër produksionit, të cilat edhe pse u fshin menjëherë u ruajtën nga ndjekësit dhe përshpërndajnë gjerësisë në internet. Në postimet e saj, Benita i drejtohet drejt për drejt producentit Olca Mohameti duke ngritur akuza për manipulim dhe skenar të pambajtur. Olca, kam shumë pyetje për ty. Fjala ishte që unë të shkoja në finale, çfarë ndodhi, pse nuk shkova, ku i kisha votat dhe gjithçka, çfarë ndryshoi. Postimet e saj kanë ndezur reagime të shumta në rrjetet sociale, duke kthyer këtë debat një nga më të komentuarit të momentit. Ajo shton dyshime se eliminimi i saj mund të ketë ardhur si dënim për mosbindje ndaj skenarëve të produksionit për të krijuar një lidhje dashurie. A është kjo arsye e vërtetë? Sepse nuk desha të jem me Klodin, më tej Benita paralajmëroi publikun se dhe emrin e fituesit të këtij edicioni duke përjashtuar një nga emrat e përfolur dhe duke deklaruar se fituesi është zgjedhur nga produksioni. Dhe jo, nuk është Eliona, shkruan ajo, pasi mua më nxorën padrejtisht, ka vendosur të flas hapur. Ajo hedh hipoteza se fituesi mund të jetë Klodi.